Mundi përshëndetje dhe një javë të mbarë. Përshëndetje ndërmjet Shpëtim, përshëndetje dashur bashkëtar. Ju faleminderit që jeni prapë përsëri me ne. Kënaqësia është ime, unë ju falenderoj. Mund të fillojmë? Patjetër. Lejet e qëndrimit të emigrantëve vazhdojnë të jenë një problem serioz, i cili ndikon drejt për drejt në jetën e tyre. Çfarë po ndodh? Siç e the Shpëtim dhe siç vetë bashkëtarët tanë dhe kryesisht emigrantët po përjetojnë këtë periudhë kohore prej 4 vjetësh, e cila është goxha e ndërlikuar, goxha e vështirë dhe goxha shpeshherë duket e pashpresë, e cila në vend që të prodhonte më shumë lehtësira për rinovimin e lejeve të qëndrimit, po krijon një kompleksitet me vonesa dhe me pengesa të cilat shpeshherë janë burokratike dhe administrative. Ka disa zhvillime të fundit që mendoj ja vlem për të përmendur. Ajo që mendoj është më e rëndësishme është fakti që përtej interpretimeve të gabuara që qarkullojnë në internet, kryesisht nga faktorë shqiptar apo pretendentë shqiptar apo media shqiptare, kryesisht disa dashuqutë gazetarë apo intelektuale të tjerë, që nuk kanë një ikon të qartë të statistikave zyrtare të Ministrisë së Migracionit dhe jo vetëm të institucioneve greke lidhur me pasqyrimin real të emigrantëve në Greqi. Siç kemi thënë neve gjithmonë si Albania TV dhe unë gjithmonë nga ana ime jam munduar të referohem vetëm burimeve zyrtare dhe asgjë më tepër jo interpretime mediatike. Aktualisht në Greqi ndodhen rreth 900.000 emigrant të ligjshëm, të rregullt. Çfarë do thotë kjo? Nga 900.000, të paktën 50% prej tyre janë qytetarë europian, por që kanë marrë leje qëndrimi në Greqi, sepse e drejta evropiane dhe sigurisht lëvizja e lirë e qytetarëve europian nuk do të thotë se kanë drejt punën në çdo vend të Evropës, por ata do të pajisen me leje qëndrimi. Në këtë kontekst, gjysma e kësaj shifre para 900.000 janë qytetarë evropian. Nga ana tjetër, nuk kemi të bëjmë një shifër 1 milion apo 1 milion e ca apo 900.000 që flitet shpesh në media, por kemi të bëjmë për rreth 500 me 550.000 në total emigrant, pra me leje të rregullt qëndrimi në Greqi. Dhe këtu është më e rëndësishme Shpëtim dhe shumë rëndësishme të dashur bashkëtar, që na ndiqni në këtë moment është fakti që prej 500.000 emigrantëve 290.000 prej tyre janë në statusin e rinovimit të lejës qëndrimit dhe një pjesë tjetër është në proces të skatimit të lejes, dhe prej të cilëve 260.000 prej tyre do të presin të paktën 2 deri në 3 vjet, dhe kjo sipas statistikave zyrtare dhe vetë pohime të Ministrisë të Migracionit, dhe kjo është një vështirësi. Mundi muajt ikë njëri pas tjetrit, apo jo? Çfarë duhet të presin emigrantët tani që kemi në muajin korik, periudhë ku fillojnë pushimet verore dhe shumë prej tyre kufizojnë lëvizjet të tyre për shkak të vonesave dhe procedura administrative? Çfarë presin këta emigrantë? Siç e tham Shpëtim, ka një zhvillim pozitiv mund ta themi në këtë kontekst, lidhur me lejet e qëndrimit në Greqi. Kjo vjen në 2 fakte. Së pari vjen me ndryshimet ligjore që erdhën në muajin shkurt dhe votuan në Parlamentin e Greqisë, qarkoret që kanë dalë para pak kohësh dhe disa lehtësira, por nga ana tjetër edhe interesimi që është bërë nga faktorët shqiptar, kryesisht nga diaspora shqiptare në Greqi, e cila para pak kohësh zhvilloi një takim zyrtar me Ministrin e Migracionit dhe mendoj ishte një takim tepër i rëndësishëm, ishte i pari në këtë kuadër, i pari i zhvilluar me një figurë kaq të lartë të administratës greke nga faktorët shqiptar. Në këtë kontekst, mendoj që ka shumë informacione dhe shumë lajme pozitive, ose të paktën një lajm pozitiv që mendoj është më i rëndësishëm, që lidhet me faktin e leje të qëndrimit 3 vjeçare. Pse vetëm 3 vjeçare dhe jo lejet e tjera? Lidhet me faktin 3 vjeçare sepse minimalisht 56% të gjithë emigrantëve që jetojnë në Greqi, pavarësisht se janë meshkuj apo femra, posedojnë leje qëndrimi 3 vjeçare. Dhe përderisa ka shumë burokraci dhe ka vonesa në rinovimin e lejës qëndrimit, i nderuar Shpëtim dhe dashur bashkëtar, kjo sjell vonesa dhe shpeshherë, siç e dim shumë mirë, 50% prej tyre minimalisht e marrin lejen e qëndrimit të skaduar ose marrin një vendim në dorë apo detyrohen më pas të aplikojnë për të rinovuar. Në këtë kontekst, Ministria e Migracionit ka parashikuar një paragraf në ligjin e ri dhe një qarkore që ka është dërguar tashmë drejtorive të decentralizuara Departamenti i Migracionit, ose njohur thjesht si periferia, ku do të lehtësohet kjo kategori dhe ajo që është më pozitive është fakti kush plotson kriteret e parashikuara në ligj, leja e qëndrimit 3 vjeçare do dali
me një amnisti, me një afat kohor të vlefshme 5 vjeçare dhe këtë e keni konstatuar tashmë i nderuar shpëtimit dashuritar, kryesisht ju që na ndikni në ekranin të Albania TV dhe shpeshherë ju na keni dërguar dhe pyetje në Albania TV dhe mua si të mund shpeshherë që pse ka marrë leje 5 vjeçare, pra çfarë ka ndryshuar? Është kjo pra administrata greke duke qenë e pamundur për të menaxhuar gjithë të volum pune, ka gjetur këtë zgjidhje duke lehtësuar ngarkesën e saj nga doset e shumta, duke i dhënë vlefshmëri 5 vjeçare lejes 3 vjeçare, por që në fakt është 3 vjeçare. Por gjithsesi kjo është një pozitive sepse emigranti nga një anë fiton kohë, pra një leje e cila ishte për të skaduar në vitin 2027 do skatojë në vitin 2030, apo që duhet të rinovojë për në vitin 2028 kështu me radhë, vlefshmëria e shkon deri në vitin 2030, pra 5 vjeçare. Nga ana tjetër, për te kohës së fituar që ka një leje afatgjate të disponueshme në dorë, fiton edhe fakti tjetër që në këtë periudhë do shpëtojë një kuotë, pra një taksë shtetërore parabol që si dini shumë mirë, që arrin 150 euro. Pra nëse gjatë kësaj periudhe do rinovojë 2 herë leja qendrimi, fiton 300 euro plus dhe 40 euro që janë parabola e shenjave biometrike. Pra në këtë kontekst emigrantët janë të fituar, por i nderuar shpëtim mendoj ajo që është më e rëndësishme dhe dashur është fakti që në diskutimin që ne patëm me ministrin e migracionit, ai na shprehë që në periudhën korrik korrik qershor korrik, pra të 2 mujori, do të jepen më shumë se 30.000 leje qëndrimi të kësaj kategorie apo dhe të kategorive të tjera të sigurta. Kjo bëhet në kontekst, siç e tham, për të lehtësuar të gjithë të volum pune, pra me doset e shumta që kanë detyrim e decentralizuara. Dhe ju kemi konstatuar kohët e fundit, siç e tharë dhe më herët, që nga telefonat tuaja dhe nga zhvillimet që ne ndjekim hap pas hapi çdo ditë dhe çdo javë, kemi konstatuar që ka një shtim të dhënies së lejes së qëndrimit, pra në një përshpejtim të tyre, dhe kjo duket edhe nga fakti tjetër që deri para një muaji takimi që kërkohej për të hequr lejen së qëndrimit ishte i menjëhershëm, pra brenda një periudhe kohore një me maksimum 2 javë, aktualisht ka shkuar 2 javë, 2 muaj ndjes me 2 muaj gjysmë. Kjo do të thotë ka ngarkesë pune dhe sigurisht ka perspektivë të procedura për dhënien e lejeve, siç thamë më herët, të pakën 3 vjeçare dhe lejet e sigurta, siç janë pjesëtarët e familjeve të shtetit grek, pjesëtarët e familjeve të emigrantëve që kanë leje 10 vjeçare, 5 vjeçare e Macron, pra me rezident afatgjatë në Greqi dhe kështu me radhë. Mundi 6 muaj e parë iku, sapo jemi futur në 6 muajin e dytë të vitit 2026. A ka ndonjë zhvillim të ri? Çfarë pritet? Zhvillimi më i ri, siç e tham shkurtim, është ajo që ka një mendim të dytë në ministri. Këtë unë mundja siguroj bashkëtarëve nga kontakti që patëm drejt për drejt me ministrin e migracionit, i cili madje u shpreh pozitiv për vetë faktin duke pohuar diçka shumë domethënëse dhe unë mendoj ja vlen për t'ia përcjell bashkëtarëve, ishte fakti që ai njohu më në fund të pakën duke sqaruar profilin e tij politik, por nga ana tjetër pohoi me qartësi që duke thënë se po është vërtet që shqiptarëve u kemi hyrë në hak për vetë fakti shqiptarët është i vetmi komunitet, i vetmi etnitet i cili jeton prej 34 gjysmë në Greqi, ka dhënë më të mirën e mundshme, është integruar në mënyrë të shkëlqyer në shoqërinë greke, por me sa duket shoqëria greke, aq më tepër administrata politika greke nuk e ka trajtuar me vëmendjen e duar dhe në këtë kontekst lidhet me faktin që në vitin 2023 kategoria e emigrantëve që u dëmtuar më shumë i nderuar shpëtim me dashuritar se dinë shumë mirë, ishte ajo me VV Stefani, ishin shqiptarë dhe bëhet fjalë për një kontingjent rreth 60.000 emigrantë, ku 45.000 me 50 prej tyre të cilëve për llogarit janë shtetas shqiptarë. Në këtë kontekst, në diskutimin që ne bëmë dhe në kërkesat që i paraqitën ministrin, kërkuam që të kishte një rishikim të kësaj, ka një mendim të dytë siç tha më herët, ata po rishikojnë këtë pjesë. Dhe sipas gjasave, pas shtatori, nëse situata dhe gjendja politike në vend do të jetë e favorshme, mund të ketë ndryshime në këtë drejtim, gjithmonë për ata që kanë bërë aplikime të parregullta, por jo ata që kanë abuzuar me dokumente të falsifikuara apo me forma të tjera të cilat janë në kundërshtim me ligjin. Kemi shumë komente në Albania TV, të cilët pyesin dhe presin përgjigje nga ne. A ekziston ndonjë ligj i ri që mund të sjellë lehtësira apo ndryshime pozitive për ne emigrantët? Është ajo që thash pak më herët, gjithmonë Greqia është një vend i cili
sa më shumë tregon ashpërsi, gjithmonë pas një periudhe trusnia që vjen nga shoqëria, nga punëdhënësit apo nevoja për krahin e punës e detyron politikën greke, kryesisht qeverinë, e cila ndodhet në pushtet, të ndryshojë të ndryshojë qasje dhe të krijojë ligje të reja. Në këtë kontekst, unë mendoj që duke marrë parasysh përvojën e këtyre 3 dekadave dhe angazhimin tim, qoftë si ekspert çështje migracionit apo edhe si drejtues i institucioneve shoqërore të pjesës emigracionit, kam konstatuar që gjithmonë Greqia, në momentin që është ligjet, më pas vjen faza e dytë, e cila i jep një drejtare dhe mundësi për leje qëndrimi. Edhe pse aktualisht do të një situatë shumë të vështirë, ku Evropa, siç e kemi thënë në emisionet e kaluara, ka shpërsuar dhe vazhdon ta shpërsojë politika migracionit, madje është një Evropë që po tregon një figurë tjetër, një imazh tjetër, një fytyrë më të themi më të saktë, e cila nuk njihet deri më sot, tashmë de facto kur ne i ndëruar shpëtim si Albania TV ishim të parë që përcutëm lajmin e ndryshimeve të kuadrit ligjor të Bashkimit Evropian, shumë për bashkëtarëve tanë apo shumë të tjerë të cilët merreshin për fakt se kishin idenë dhe nuk merreshin me thelbin e çështjeve, na kritikuan duke na quajtur si jo serioz në të tim, po ja që u vërtetuan, kemi tashmë një kuadër ligjor të Bashkimit Evropian, siç e kemi thënë dhe është ligj tashmë, Evropa në këtë drejtim, jo vetëm që do të jetë më ashpër ndaj emigrantëve dhe refugjatëve, jo vetëm që do t'i rikthejë ata në adhërimin e tyre, pra do të ketë riadresime, po ndërton të dashur bashkëdhetar kampe refugjatësh në vendet e treta kryesisht në Afrikë. Në këtë kontekst, siç thamë më herë, edhe Greqia pse ndodhet në këtë frym duke shpërsuar ligjet, mendoj që shumë shpejt trysnia dhe nevoja shumë e madhe për krah punëtore dhe aq më tepër për punëtor të kualifikuar do të detyrojë qeverinë që të ketë ndryshim në qasjen ndaj emigrantëve. Dhe në këtë kontekst, mjafton për në faktin i ndëruar shpëtim që vetë zyrtarët më të lartë të qeverisë greke, zot ministra dhe politikanë të klasit të parë, flasin për nevojën e 250.000 punëtorëve të pakën 5 vjeçarin e ardhshëm. Ju jeni një specialist i vetëm që njehni mirë ligjet e emigracionit dhe në mbyllje të kësaj bisede, për të cilën falenderoj, desha të pyes, a do të kemi ndonjëherë në leje të përreshme këtu në Greqi, si mundet e tjera? Pyetje shumë e rëndësishme, një pyetje siç e the, është adresuar shpeshherë në Albania TV, edhe mua si të mund të adresoj një pyetje, e shoh shumë të vështirë për vetë faktin sepse e gjithë Evropa ka ndryshuar tashmë filozofinë e migracionit, kemi kaluar nga filozofia administrative dhe humane në një filozofi ligjore dhe penale, që do thot administrative dhe penale, që do thot aktualisht do ketë ashpërsim të lejeve të kuadrit ligjor, por gjithsesi do ketë leje të cilat konsiderohen të sigurta. Siç e thamë më herët, Greqia riktheu leje 10 vjeçare, janë leje 5 vjeçare për Macron, por këtu 9 milionë shpëtime shumë e rëndësishme, është një detaj që fatkeqësisht pjesën më të madhe të specialistëve apo qoftë edhe personave të jurisdiksionit që merren me migrantë nuk e kanë konstatuar, pra nuk kanë vënë, ose më saktë nuk e kanë bërë të njohur për publikun, të bëjmë një sqarim shumë i rëndësishëm. Cili është sqarimi? Deri para pak kohësh ose deri para pak muajsh, leje 10 vjeçare plotësonin disa kritere, të cilat ishin të rreta. Këto kritere tashmë kanë ndryshuar, duke u bërë fatkeqësisht të barabarta me kriteret që parashikon kategoria e lejeve epi Macron ose lejeve të rezidentëve afatgjat me drejt punë në Bashkimin Evropian. Që do thot konkretisht i ndëruar shpëtim dhe ndëruar bashkëdhetar që tashmë kush aplikon për leje qëndrimi 10 vjeçare, për herë të parë duhet plotësoj 3 kritere që janë të padiskutueshme. Cilat janë këto kritere? Ose duhet të jetë 12 vjet me leje qëndrimi të rregull titullare në Greqi, ose në të kundërt duhet posedoj certifikatën e njohjes së gjuhës greke, të historisë greke apo të kulturës greke. Qoftë kjo A2-shi, B1-shi, B2-shi apo certifikata e shtetësisë e cila i përmbledh gjitha bashkë. Por, është shtuar edhe parametri tjetër që është mendoj shumë domethënës, duhet të ketë minimumin jetik ose më të pak bazuar në rrogën bazë të parashikuar në ligj, aktualisht është 920 euro në muaj dhe kjo portugalitet për herë 12 bëni vetë llogarinë, kuptoni që sa është vështirë tashmë dhe kjo është një e padrejtë, të paktën nga ana ime dhe ne si Albania TV e konstatojmë të padrejtë që një leje e cila mund të ndihmonte një kategori shumë madhe bashkëtarësh apo emigrantët kthehet penalizuese dhe jo lehtësuese, duke marrë parasysh faktin që është një kategori që duhet dikush të pagojë 900 euro paravolo dhe imagjinoni mos plotësoj kriteret pra të ketë një vështirësi.
Ndonë se ndonjë emigrant kërkonte një këshill, cilë do ishte ajo e duara nga ju? Si që kemi thënë dhe thënë, fatkeqësi jemi vërtetuar shpeshherë, ne kemi qenë këtu se Albania TV jemi kritikuar shpeshherë me pa të drejtë, por ne nuk kemi tutur asnjëherë, nuk kemi lëvizur, do vazhdojmë me seriozitet, profesionalizëm dhe me dashuri dhe respekt ndaj bashkëtarëve tanë, tu rekomandojnë dhe tu bëjmë thirrje, kujdes ku adresoni për të rëvuar lejen e qëndrimit. Kujdes ku t'i besoni, vetëm me personat e certifikuar, personat që njohin dhe kanë njohuri të bazë, të paktën të lejeve të qëndrimit apo të kuadrit të migracionit në Greqi, se në të kundërt do të ndiheni në befasi dhe do të keni pasoja të parikoperueshme. Aktualisht, kush aplikon qoftë për të parë apo në një lejë qëndrimi dhe aplikimi është i parregullt, është shumë e vështirë të rikuperohet gabimi apo në më ta themi ajo pakujdesia e bërë në aplikim. Pse? Se automatikisht vlen dhe është në fuqi masa ndërshkuese e përjashtimit nga e drejta për të pajisur me lejë qëndrimi për 5 vjet dhe më e rënda do gjubiteni me një shumë monetare, por dhe më e rënda është fakti që do të përjashtoni nga drejta dhe do të shfallni të bëtë shrushum jo të për Greqi, por gjithë vendet Schengen. Mundi ju faleminderit. Ishte kënaqësi, unë falenderoj shpejt.